Pas 72 orësh, truri juaj fillon të hajë veten. Në këtë moment që po dëgjoni zërin tim, miliona neurone në kokën tuaj po punojnë me një harmoni perfekte. Por, imagjinoni sikur të fikni një çelës. Jo çelësin e jetës, por atë të rinisjes. Gjumin. Shumica prej nesh e shohin gjumin si një luks, apo si një humbje kohe që na pengon të jemi produktiv. Por shkenca e vërtet fshen një realitet makabër. Nëse vendosni të mos flini, trupi juaj nuk do të fiket thjesht nga lodhja. Ai do të fillojë një proces vetëshkatërimi që sfidon çdo imagjinat. Sot, në zëri i universit, do të hymë në një territor të errët. Do të shohim minut pas minute se si njeriu humbet lidhjen me realitetin, se si qelizat fillojnë të sulmojnë njëra tjetrën dhe pse, pas 72 orësh, truri juaj merr një vendim ekstrem. Fillon të hajë veten për të mbijetuar. Qëndroni me mua deri në fund, sepse ajo që do të zbuloni do t'ju bëjë të mos e shihni kur më krevatin tuaj me të njëjtët sy. Biologjia e fshehtë. Para se të fillojmë numërimin mbrapsht, duhet të kuptojmë diçka. Çfarë është gjumi? Nuk është thjesht fikje. Është koha kur truri juaj aktivizon sistemin e pastrimit. Imagjinoni një qytet që prodhon mbeturina gjatë gjithë ditës. Gjumi është ekipi i pastrimit që vjen natën. Pa të, mbeturinat toksike grumbullohen derisa çdo rrugë bllokohet. Kjo mbeturin quhet adenozin. Dhe ajo është helm për vetdijen tuaj. 24 orët e para. Mashtrimi i madh. Kaluan 24 orë. Ju jeni ende zgjuar. Ndoshta jeni në një maraton pune, ose thjesht duke parë seri në Netflix. Në fillim, ndiheni çuditërisht mirë. Pse? Sepse truri, në panik, lëshon një dozë dopamine për t'ju mbajtur gjallë. Ndiheni energjik, ndoshta edhe pak euforik. Por ky është një iluzion i rrezikshëm. Studimet tregojnë se pas 24 orësh pa gjumë, gjendja juaj mendore është identike me atë të një personi që ka një nivel alkooli në gjak prej 0.10%. Ligjërisht, ju jeni të dehur. Reflekset tuaja ngadalësohen. Ajo që dikur ishte një vendim i thjesht, si për shembull, frenimi i makinës ose kapja e një gote që po bie, tani kërkon një përpjekje titanike. Sytë tuaj fillojnë të digjen, shikimi bëhet paksa i turbullt në skaje. Por frika e vërtet nuk është jashtë, është brenda. Sistemi juaj imunitar sapo ka filluar të dështojë. Qelizat vrasëse që luftojnë viruset janë paksuar me 25%. Trupi juaj është tani një kështjell me dyrë të hapura. 48 orët. Kolapsi i sistemit. Kemi kaluar pragun e 2 ditëve të plota. Nëse jeni ende zgjuar, ju nuk jeni më i njëjti person që ishit kur u zgjuat 2 ditë më parë. Në orën e 48 të, trupi juaj po ul qepenin me forcë. Këtu fillon fenomeni i tmerrshëm i mikrogjumit. Imagjinoni sikur jeni duke ecur ose duke folur dhe pa pritmas për 30 sekonda, bota rreth jush zhduket. Truri juaj fiket pa lejen tuaj. Ju jeni me sy hapur, por teknikisht jeni në gjumë. Këto sekonda janë vdekjepruese. Nëse jeni në timon, ju jeni një predh e pakontrolluar. Truri nuk po ju bindet më, ai po vjedh fragmente pushimi sepse po digjet nga brenda. Temperatura e trupit tuaj fillon të bjerë në mënyrë të pakontrolluar. Ndiheni sikur keni ethe, sikur jeni në mes të një dhome me akull, edhe nëse jashtë është 30 gradë. Ky është momenti kur metabolizmi juaj i sheqerit del jashtë kontrollit. Trupi juaj nuk di më si të ushqehet. Ju jeni të uritur për çdo gjë, por asgjë nuk ju jep energji.
Ju jeni një makinë që po punon pa vaj, ku pjesët metalike po fërkohen me njëra tjetrën derisa të fillojnë të nxjerrin shkëndija. 72 orët. Momenti kur truri hro vetveten. Tani hym në zonën e kuqe. Pas 72 orësh pa gjumë, ndodh diçka që shkenca e ka zbuluar me tmerr vetëm vitet e fundit. Në trurin ton ekzistojnë qeliza që quhen astrocit. Funksioni i tyre normal është të pastrojnë lidhjet e vjetra dhe mbeturina. Por kur ju nuk flini, këto qeliza çmenden. Ato fillojnë të shkatërrojnë lidhjet e shëndetshme, sinapset që mbajnë kujtimet dhe inteligjencën tuaj. Truri juaj, në një gjendje urie ekstreme për pushim, fillon fjalë për fjalë të tret vetveten. Është një vetë kanibalizëm biologjik. Dhe këtu, realiteti fillon të shqepet në anët e tij. Halucinacionet nuk janë më thjesht hije në cep të syrit. Ato janë imazhe të plota. Ju mund të shihni insekte që zvarriten në lëkurën tuaj. Mund të dëgjoni emrin tuaj të thirret nga muret e zbrazta. Truri juaj, i paftë për të përpunuar informacionin, fillon të projektoj ëndrat e tij direkt në botën reale, ndërsa ju jeni zgjuar. Ju jeni në një makth me sy hapur. Paranoja dhe humbja e identitetit. Në këtë pikë, ju nuk keni më kontroll mbi emocionet. Një fjalë e thjesht mund t'ju bëjë të shpërtheni në lot, ose të keni një sulm paniku të pashpjegueshëm. Ndjenja e paranojës rritet. Ju filloni të besoni se njerëzit rreth jush po konspirojnë kundër jush. Pse ndodh kjo? Sepse amigdala, pjesa e trurit që merret me frikën, është tani 60% më aktive se normalja. Ju jeni në një gjendje të vazhdueshme, lufto ose ik. Zemra juaj rre me shpejtësi të frikshme edhe kur jeni ulur. Tensioni i gjakut është në nivele alarmante. Çdo tingull i lartë ndihet si një goditje fizike në kafkë. Ju po humbisni veten. Kujtesa juaj afatshkurtër është fshirë. Ju harroni ku jeni, harroni çfarë po thoni në mes të fjalisë. Ky është fillimi i skizofrenisë artificiale të shkaktuar nga pagjumësia. Historitë që nuk tregohen. Le të kthehemi në vitin 1964, te rasti i Randy Gardner. Një 17 vjeçar që vendosi të mos flinte për 11 ditë. Edhe pse ai mbijetoi, dëmet ishin të tmerrshme. Ai humbi aftësinë për të bërë mbledhje të thjeshta matematikore. Ai harroi se kush ishte në mes të lojës së basketbollit. Por ka raste edhe më tragjike. Në botën e mjekësisë njihet një sëmundje e quajtur insomnia familjare fatale. Njerëzit që breken nga kjo, humbasin aftësinë për të fjetur përgjithmonë. Brenda 12 deri në 18 muajve, truri i tyre thjesht pushon së funksionuari, duke çuar në një vdekje të dhimbshme dhe të pashmangshme. Kjo na tregon një gjë të thjeshtë. Gjumi nuk është opsional. Është ligji i parë i mbijetesës. Universiteti i natës. Pse universi na krijoi kështu? Pse na duhet të kalojmë 1/3 e jetës sonë në një gjendje të pambrojtur dhe pa vetdije? Sepse gjumi është çmimi që paguajmë për inteligjencën. Sa më kompleks të jetë një tru, aq më shumë nevojë ka për t'u pastruar dhe riparuar. Çdo natë që ju privoni veten nga gjumi, ju po vidhni nga inteligjenca juaj e së nesërmes. Ju po digjni bibliotekën tuaj të memories për të mbajtur mbrojtur një natë të vetme. Mendoni për këtë herën tjetër kur të qëndroni zgjuar deri vonë me telefon në dorë. Ndërsa ju lundroni në rrjetet sociale, ekipi i pastrimit në kokën tuaj po pret me dëshpërim të fillojë punën. Nëse nuk i lini, herët avon, ata do të fillojnë të pastrojnë vetë shtëpinë, duke përfshirë edhe muret. Universi na ka dhënë këtë mekanizëm të jashtëzakonshëm për të na mbrojtur nga errësira e mendjes sonë. Mos e shpërfillni.
Gjumi nuk është humbje kohe, është investimi më i madh për shpirtin dhe mendjen tuaj. Nëse kjo histori ju bëri të mendoni ndryshe për natën tuaj, mos harroni të bëni subscribe në Zëri i Universit. Shpërndajeni këtë video me dikë që abuzon me gjumin, sepse mund t'i shpëtoni më shumë se thjesht një natë të keqe. Dhe tani, mbylleni këtë ekran. Shkoni, shtrihuni dhe lini trurin tuaj të bëjë magjinë e tij. Natën e mirë. Nëse mundeni.